Shërbimet digjitale të qeverisë nëpërmjet zërit buxhetor e-qeverisja janë duke u rritur me shpejtësi në krahasim me funksionet e tjera. Në ndryshimet e fundit buxhetore, buxheti për e-qeverisjen arriti në mbi 20.1 miliard lekë, më shumë se 200 milion euro. Shpenzimet për KTZ pësuan rritje me 15% në krahasim me ndryshimet e qershorit, ndërsa në krahasim me buxhetin fillestar, fondet për e-qeverisjen u rritën me 60%. Ky trend reflekton zgjerimin e shërbimeve publike online dhe adoptimin në rritje të teknologjisë digjitale nga qytetarët dhe bizneset, si pjesë e procesit të digjitalizimit të administratës publike. Rritja lidhet edhe me shtimin e shërbimeve të reja në portalin qeveritar apo me përmirësimin e aksesit dhe efikasitetit të platformës. Qeveria shqiptare hyri në histori pasi për herë të parë emëroi ministre një chatbot të inteligjencës artificiale të quajtur Diella. Megjithëse Diella është në strukturën e qeverisë, ajo nuk ka fusha përgjegjësie, por zëri i shpenzimeve për e-qeverisjen që në thelb lidhet me Diellën, por rritet me shpejtësi. Qeveria ka kaluar edhe Europën për digitalizimin e shërbimeve publike, por një pjesë e madhe e popullsisë pa njohuri digjitale paguan të tretë që i ndihmojnë në këto shërbime. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se nga viti 2016 deri në vitin 2024 janë financuar më shumë se 42 miliard lekë, rreth 400 milion euro për sistemet e e-Albanias, teksa vetëm këtë vit do të financohen edhe 200 milion euro të tjera. Financimet vjetore në infrastrukturën e e-Albania renditen të katërtat në radhë pas investimeve publike në transportin rrugor, detar dhe ujësjellës.